Përshëndetje të gjithëve nga Perla with Love Handmade. Këtë herë kam përgatitur pandispanj për tortë. Receta është e thjeshtë dhe gjithmonë del shumë i butë dhe shumë i mirë keku. Në këtë rast na duhen 10 vezë, të cilat do t'i ndajmë të bardhat dhe të verdhat në vete. Të bardhat bashkë me 300 gram sheqer i rrahim në makineri, siç e shohim. Duhet të dalin në këtë formë. Më pas të verdhat shtojmë 10 lugë me ujë, të cilën i trazojmë së bashku. Pasi kemi bërë kremin, marrim të verdhat e vezëve dhe i shtojmë dal nga dal në krem, siç e shikoni dhe në video. Duhet pak me kujdes, sepse nuk duhet të bjerë volumi i kremit që kemi përgatitur me sheqerin dhe të bardhat e vezëve. Rraja me dorë nuk është e mundur, për këtë arsye na duhet një rrahse elektrike, e cila mund të jetë me dorë ose dhe si ajo që kam unë. Pasi kemi përfunduar me përzierjen e të verdhave të vezëve dhe kremit me të bardhat e vezëve, do shtojmë miell, 150 gram miell, 150 gram niseshte dhe një pako e gjysmë pjekës fryrës, baking powder. Dhe pasi kemi përzierë së bashku, me njësi të hedhim pjesë mielin, niseshten dhe pluhurin pjekës, të cilët i kemi përzierë më parë së bashku, dhe përsëri me një lugë druri ose silikoni do të trazoj me kujdes. Pasi e kemi përfunduar këtë proces, do të hedhim brumin e përgatitur, në këtë rast në 2 tepsi, sepse unë doja të bëja 2 torta, një tepsi normale të rrumbullakut për torta dhe një tjetër drejtkëndshme. Nëse ju doni të përgatisni vetëm një, atëherë ju duhet të përgjysmoni sasinë e produkteve. E rëndësishme është që të kemi letër pjekëse dhe të mos hedhim, mos ta luajmë me vaj tepsin, pra vetëm një letër pjekëse poshtë, dhe kjo mjafton për kekun ton, i cili do të fryhet dhe do të piqet në mënyrë perfekte. Pjekja bëhet si fillim 180 gradë për 5 deri në 10 minuta, si ta shohim që është ngritur pak, është fryrë pak, dhe më pas do ta ulim gradën në 160 gradë, dhe në fund fare, pasi e shohim që ka marrë ngjyrën që ne duam, 5 ose 10 minuta në 150 gradë. Kjo është më shumë për ta kulluar. Unë nuk kam dështuar asnjëherë me këtë recetë, e kam përgatitur mbi 20 herë, 30 herë, nuk e di sa shumë brenda këtyre viteve, dhe gjithmonë kam pasur sukses. Në videon e ardhshme do ju tregoj pra përgatitjen e tortës dhe aty do shikoni se si keku im është pjekur. Unë nuk kam preferuar një kek shumë të trashë, prandaj dhe kam hedhur më pak, sepse dua që ta bëja vetëm me 2 shtresa. Por, siç ju thash, nëse dëshironi vetëm një tavë, atëherë duhet ta përgjysmoni sasitë dhe çdo gjë do të shkojë si duhet, nëse kryeni procedurat ashtu si unë i kam kryer. Më ndiqni për receta të tjera, unë do të hedh 2 video të tjera me tortat, me të dyja tortat, përgatitjen e të dyja tortave, dhe gjithashtu do të hedh një video me një ëmbëlsirë shumë të thjeshtë, pa pjekje, quhet tortë me wafel dhe me një rote gryce në gjermanisht, në shqip do thoja reçelo përsipër. Pra do ta shikoni dhe video do të hidhet në vazhdim. Nëse nuk mundem sot, patjetër që në ditët në vazhdim unë do ta ngarkoj videon. Shpresoj t'ju kem ndihmuar. Unë do t'i shkruaj në përshkrim dhe një herë të gjithë përbërësit dhe se sa gram na duhet.
mirë është që t'i peshoni sepse është e rëndësishme sasia e duhur. Faleminderit që më ndiqni, mirupafshim.